Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Tij të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Zotit i lutem, me emrat e Tij të bukur dhe atributet e Tij të larta, na adhuroj dijet dobishme, na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë na furnizoj me furnizim pastër dhe halal. Allahut i lutem që dia që ne marrim dhe japim të jetë argument, dëshmi, ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit. Allahu xhel xhelalu i lutem që na njoh me të vërtetën dhe të na bëj pasues të vërtetës mbasi ta njohim atë. Dhe i lutem Zotit xhel xhelalu që të na mundsoj ta njohim pa vërtetën dhe të kotën, e të na largoj prej saj mbasi ta njohim atë. Me shpresën e Zotit po fillojmë me pyetjet të cilat janë të rezervuara, po nëse vëllezërit që janë këtu ose motrat kanë ndonjë pyetje, mund të bëjnë me shenjë edhe shohim për pyetjet. Është një surë në Kur'an që quhet Ali Imran. A mund ta përdorim emrin Imran për fëmijët ton? Po. Imrani është babai i Merjemes. Dhe historinë e kësaj familje Zoti e ka, si më thënë, përmendur në Kur'an për të mbetë një shembull i një familje të përkryer, të përsosur. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin. Allahu zgjodhi Ademin alayhis salam. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan. Allahu përzgjodhi Ademin dhe Nuhun dhe familjen e Imranit dhe inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allahu përzgjodhi nga gjithë njerëzimi Ademin dhe Nuhun dhe familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit. Pra familja e përzgjedhur nga Zoti. Idh qalet imra'atu Imrana Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, kur gruaja e Imranit zotohet te Zoti duke i thënë: o Zoti im, çfarë është në barkun tim do të jetë shërbëtor. Ta kam lënë ty si shërbëtor të tempullit. Kjo pra është. Kështu që lejohet ky emër dhe është emër i bukur. Kam gjetë 5 si figura në fjoke dhe në kallaj, të mbledhur në nailon. Fjok ka për qëllim flokët, nailon ka për qëllim qesen. A ka nevojë të dërgoj në fotografi me më ndihmu, çfarë më bë, mua të më çosh fotografi? Jo, mos më ço mua fotografi. Po shko ke një hoxh që merret me rukje, edhe ai hoxha të ta bësh shkatrimin e kësaj gjës. Ose merr një sasi ujë, kënoj Kur'an dhe fry, shtoj uthull brenda, futi këto gjërat, lej për një kohë, shkatroj nëse ka nyja shkrim e gjëra, lej për një kohë aty, pastaj ujë të nderdhe dhe këto gjërat t'i djegësh. Në një nga videot e tua dëgjova për një byzylyk dore floririt të shtrenjtë të gjetur. Më ka humbur mua 2 ditë e fundit në nëntorit, deri me 2 dhjetor tani në Tiranë. Nëse është e vërtetë, i lutem numrin e celularit se kam komentuar në video. Shumë mirë. Nëse ai personi që e ka gjetë e ka pa dhe videon që unë komenton përgjigjen, le të lidhen me njëri tjetrin. Ne nuk jemi këtu zyra e postës që me bë lidhje. Kështu që ti e the, ai inshallah ngjon, edhe inshallah kryhet meseleja. Doja të pyesja, kur marrim abdes për të falur namazat, duhet të lajm dhe vendet intime? Jo. Abdesi është ai që ka përmend Zoti në Kur'an. Bismillah, lahen duart 3 herë, goja dhe hunda 3 herë, fytyra 3 herë, dora e djathtë deri mbas krahut ose mbas brylit 3 herë, dora e majt deri mbas krahut brylit 3 herë, koka vajte ardhje me veshët 1 herë fërkim dhe larja e këmbëve e djathta mbi nyjen 3 herë, pra deri në majt gishtave, dhe e majta e njëjta gjë. Ky është abdesi sipas
Islamit, s'ka lidhje fare me këtë që thoni ju. Për vjerën, më thot nuk guxoj të fshi shtëpinë në kohën e xhumas. Kemi hëngur bukë, ka pas edhe trosha këto i thon thrimeve. Për tokë, sepse profeti alayhis salam ka thënë në kohën kur thirr es-salati, është shumë keq të fshish, të lash dhe të pastrosh. Sa është e vërtet kjo? S'është asgjë nga këto e vërtet, asgjë fare. Njeriu mund të punojë dhe duke u thirrë ezanin. Nuk është të thënë që kur thirret ezani njeriu të pushojë. Përsëri fjalët e ezanit dhe punon. S'ka asnjë problemi fetarisht. Mund të punosh ndërtim, mund të fshish, mund të lash, mund të pastrosh, duke përsërit fjalët e ezanit. Kështu që ja ka fut kot në këtë rast. A është e vërtetë se nëse ham hudra, këta i thon hudhrave, në atë shtëpi nuk hyn një javë me lajket? Very bad. Larg budallëve se nuk është e vërtetë kjo gjë. A e prish dalja e qelbit abdesin? Jo, në mendimin më të saktë të dietarëve, pasi nuk ka argument. Sa herë Resulullahi, pra i dërguari i Allahut, e ka bërë haxhin dhe sa herë umren? E ka bërë haxhin gjatë gjithë jetës vet. Nga koha që është shpall pejgamber vitin e parë deri në vitin e 13 të shpalljes. Sa haxhe u bën? 13. Edhe një herë haxhin lëm të mirës, sa u bën? 14. Para se më u bë pejgamber nuk dim gjë. Po nga pejgamberi mbrapa ka bë çdo haxh. Po sa umre 4 herë mas hijretit. Para hijretit Allahu alem. Banori i Mekës i Zotit di se sa umre ka bë pejgamberi, nuk ka në transmetim. Po besoj që ka bë shumë umre sallallahu alaihi wasallam. A është i vërtet ky hadithi që kemi gjetë në faqet e internetit? Atëherë shikoja. Dallohet? Okej. Çfarë thot? Ky me sa duket është shit mjalti. I dërguari Allahut alayhis salam ka thënë kush ha mjalt së paku 3 herë në muaj nuk do të vdes, këtu thot nak, po ja ka fut kot, nuk do të vdes nga smundjet e rënda. Ky është hadith i shpikur. Ose hadith i dobët, fjala më e mirë që mund thuhet për të. Po nuk është hadith i saktë. Nuk është hadith i saktë. Ta spysin a është e saktë është i dobët. Shqyqy që gjeti i hadith edhe tak rasa aty, të shesim mjaltin. Si thaj thash, mjalt për të la borxhet. Alhamdulillah. E që nga ka gjithë, sa e në shtumër, alhamdulillah. Kam mbledhur disa pyetje, hajde, bismillah, nga motrat besimtare. E di që një grua nuk mund të udhtojë vetëm, por patjetër duhet të jetë e shoqëruar. Por duke qenë se prindërit janë larg, a lejohet të marrë avionin e vetme dhe nuk mund të shoqërohen. Pra bëhet fjalë për 1 orë rrugë me avion. Varet se si është halli, sikleti etj. Origjina s'bën. Pra, si më thënë, baza e kësaj teme është që s'bën. Përveç se nëse ka arsye madhore. Dhe nën pyetje e kësaj pyetje thot, djali im që është 11 vjeçar a konsiderohet mahrem? Aty, por pra varet nga arsyeja. Sepse nuk janë mundësit, janë kushtet, bëhet fjalë për kurim, bëhet fjalë që duhet të kthehet në vendin e vet, për shembull, s'ka mundësi, s'ka njerëz që ta shoqërojnë etj. Pra nuk mund të jepet një gjykim i prerë, po gjykimi origjinal është ky, nuk i lejohet femrës të udhtojë pa qenë shoqëruar. Kur gruaja fal namazin në shtëpi, a është obliguar të bëjë ikamet? Thirrja e ikametit është obligim si për burrat dhe për gratë. Po nëse nuk e thrasin, namazi është i saktë. Në momente intime me burrin tim, ai më flet për femra të tjera, më kërkon të jem dikush tjetër dhe më thot gjëra që më ofendojnë ose më rëndojnë në shpirt.
gjë që mua më bën të kuptoj se ai dëshiron të tjera. Kam frikë të ndërpres në atë moment marrëdhënien time sepse kam frikë se mos e humb hakun e tij. Por faktikisht kjo gjë më streson dhe ndihem në ankth. Sa herë që më kërkon, sepse e di që ai pastaj kështu do të sillet dhe pas kësaj unë ndihem keq. A lejohet kjo gjë në Islam dhe si duhet sillet? Jo, nuk lejohet. Ky duhet çuke psikiatri ose tek psikologu, jo tek psikologu. Ky lloj mashkulli burr duhet çu tek psikologu që ta ose tek si quhen këto hipnozisti, tek një hipnozist që t'ja kuroj këtë smundjen që ka ky në tru, që t'ja çmontoj ato filmat e këqij dhe fotot e këqija që ka fut në sistemin qendror të menaxhimit të njeriu, edhe t'ja ndroj me fotot e tjera. T'ja ndroj me fotot e gruas vet. Këtë është figurative kjo fjala ime se ekziston kjo gjë, po them, një hipnozist musliman i mirë mund të bëj punë me të, një hipnozist musliman i mirë mund të bëj me të, ose një psikolog. Për ndryshe kjo gjë është e tmerrshme. Kjo gjë është e tmerrshme. Kjo tregon për smundje. Ky njeri është i smur. Allah e lehtësoft. Nëse një burr nuk ka kualifikim moral, është i pabalancuar emocionalisht, e ngren zërin shumë shpesh, disa herë, madje edhe dorën, ofendon gruan përpara fëmijëve, kur është nervoz, nuk ka durim, nuk ka kohë as për fëmijët e tjerë. A ka drejt çustet të kërkoj? A ka të drejt çustet? Ç'është kjo çustet? E rëndësishme, kjo nuk është normale. Kjo gjë nuk është normale. Njëri që hedh hapin për të martuar, duhet edukohet, duhet di ç'është e drejta e bashkëshortes, duhet di çfarë detyra ka dhe çfarë të drejtash gëzon bashkëshortja. Nuk është martesa lojë, as nuk është shaka, as nuk është robërim, as nuk është skllavërim, as nuk është një lidhje mes njerëzish të cilët janë lidhë me zorr. Pse duhet me qenë i tillë? Njeriu do ta komandoj veten. Nëse deri para martesës ke qenë kaq % i kujdesshëm, mas martesës duhet të jesh 100% i kujdesshëm. 110% i kujdesshëm, 120% i kujdesshëm. Është jetë. Dhe ne themi, jeta bashkëtorë fillon në këtë botë dhe vazhdon në xhenet. A e duam xhenet njëri tjetrin? Atëherë duhet ta trajtojmë njëri tjetrin si ortak të përhershëm, jo si ortak të përkohshëm, jo si loj prove. Hoxhë nderuar, pash këtë në YouTube, cili është komenti juaj? Duke qenë se është e rëndësishme, mendova ta bëj siç është në YouTube. Një pyetje bazë që na bëjnë është se çfarë është Xhamati Musliman Ahmedia në të vërtetë? Do t'ju lutesha të na tregoni shkurtimisht dhe në mënyrë të përmbledhur se çfarë është Xhamati Musliman Ahmedia. Bismillahirrahmanirrahim. Kjo pyetje që është bërë, me të vërtetë është një pyetje thelbësore, por është edhe shumë e gjerë. Por, siç më keni kërkuar, do të përpiqem që t'ju jap një prezantim të shkurtër të Xhamatit Musliman Ahmedia. Gjëja e parë që duhet të dimë se Ahmediati është Islami i vërtetë. Ai është sinonimi i Islamit të drejtë e të vërtetë. Xhamati Ahmedia është një xhamat i dal nga Islami. Nuk ka lidhje me fenë e Zotit. Xhamati, siç e quajnë veten këta, Musliman Ahmedia është një xhamat që besojnë se ka shpallje mbas profetit alayhisalatu, se ka libër mbas profetit alayhisalatu, se i pari i tyre, Ahmed Gulam Qadiani, i cili është themeluesi i këtij sekti, i cili ka vdekur në banjo,
me malarje, pasi zuri mallkimi që i bëri vetes, pretendon se i ka ardhur shpallje dhe pretendonte se ishte Mesia i saj dhe Mehdiu njëkohësisht. Pra dy shpirtra të futur në trupin e tij. E ky vdiq me nerjush më halet prej malarjes. Me diarre, ka vdek në banjo, ka shkuat notë në banjo, kush e di sa herë i shkreti. E ky ishte njëkohësisht Imam Mehdiu dhe Isa a.s. Po ku është që Isa vret Dexhalin? E tjerë. Ku është? Isa a.s. vret Dexhalin. Isa a.s. hypën mal se po vinë Xhuxhët dhe me Xhuxhët, e tjerë. Këto nuk kanë ndodhur. Apo jo? Pejgamberi sa thotë nuk ka shpallje mas meje. Pejgamberi sa thotë nuk ka profet mas meje. Pejgamberi alayhis salam thotë Isa alayhis salam do të vinë kohën e fundit. Mehdiu do të vinë kohën e fundit, janë dy kohë të ndryshme. Kështu që të tjera problematike që ka ky xhamat, e rëndësishme është se të gjitha shkollat islame, me të gjitha kundërshtimet që mund të kenë mes veti, për një gjë kanë rënë dakord. Xhamati musliman Ahmedia, apo Bahait, apo Kadianit, apo e tjerë se këta shfaqen me emra të tjerë, sa herë që dietarët një emër të tyre e shpallin jashtë islamit, këto tak dalin me një emër tjetër. Për shembull, deri dje nuk e kanë pas emrin Xhamati musliman Ahmedia. Deri dje kanë qenë quajtur Kadianit. Deri dje kanë qenë quajtur emër tjetër, pastaj janë ndarë dhe këto në grupe, sekte, udhëzione të tjera, mallkojnë njëra tjetrën dhe shpallin të pafej njëra tjetrën. Ndërsa ne themi gjithë shkollat islame, nga ekstremi më i madh dhe ekstremi më i djathtë dhe qendra e mesit, të gjitha shkollat islame me të gjitha ndarjet dhe kundërshtimet e tyre, për një gjë kanë rënë dakord. Kuranistat nuk janë musliman, Kadianit, Ahmedit, Xhamati Ahmedi nuk janë musliman. Prandaj mos u mashtroni. Pesi e nisi Bismillahirrahmanirrahim. Thotë që ky tani ka për të thonë më të vërtetën gjë që mund të ekzistojë. E qartë, prandaj mos u mashtroni. Në ditën e dhënies së llogarisë, a jep njeriu llogari për mendimet e tij, thot nga pyetjet? Jo, nuk jep muslimani, askush nuk jep llogari për mendimet e tij. Flasim për ummetin e Muhamedit alayhis salam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsaha." Allahu nuk e merr në konsiderat askujt prej pasuesve të mi se çfarë mendon. Allahu nuk e merr askujt në konsiderat prej pasuesve të mi se çfarë mendon, derisa s'bën deklarata ose vepron. Kështu që stresi zero. Kam një ofertë të mirë punën në një kompani cigaresh elektronike. Mirë, po doja të dija mendimin tënd që lejohet apo jo. Nuk lejohet, është haram. Allahu thot në Kur'an dhe mos bashkëpunoni në asgjë ku kundërshtohet Allahu dhe bëhet mëkat. Desha të dija prishet abdesi po të rrjedhë gjakt, pra më saktësisht kur mat sheqerin dhe ke abdes nuk prishet. Edhe tek hanefit që thon prishet abdesi me daljen e gjakut, aq pak gjak që del kur bëhet testi i sheqerit, pra i diabetit, nuk prishet as tek hanefit, kështu që stresi zero. Është një kompani e cila kërkon partner në prodhimin dhe dhënien e skuterave me qera. Dhe nëse ti investon për shembull në blerjen e këtyre skuterave 1 milion lek, ata në bazë të investimit kanë caktuar një shumë fikse. Alhamdulillah. Ata në bazë të investimit kanë caktuar një shumë fikse
si të ardhur ditore që ti e merr ose në ditë ose në fund të muajit. Haram, nuk lejohet. Përderisa bëhet me shifër fikse, nuk lejohet fetarisht. Fetarisht flas, ligjërisht vazhdo. Fetarisht me fenë e Zotit, me ligjin e Zotit nuk lejohet. Sepse është përcaktim i fituar me shifër fikse. Kjo do të lejojë nëse do ishte me përqindje. Sa ka dhënë të shok? Më kam dhënë 1 milion lek, shumë mirë. Ne këto 1 milion lek do ta fusim në kapital. Dhe në momentin që ta fusim kapital, ti ke me këtë 1 milion lek je ortak në kapitalin ton 0.2%. Kështu që fitimi ton ditor ti do t'i marrësh 0.2%. Dhe atë ditë që nuk fitojmë me rrokun ose nocin. Apo jo? Se kurse kjo është fikse, këtu e ke të sigurt, për çdo orë ke kaq, për çdo ditë ke kaq, në fund të muajit ke kaq, është kamat e pastër. Sepse nuk mund të ketë kështu lloj marrëveshje. Marrëveshja duhet të ketë edhe anën tjetër që është ana e riskut. Pra që mos ta lodhim vllajin që ka bë pyetjen ose motrën, nuk lejohet, haram. Një person i afërt nga familja na akuzon që i kemi bërë padrejtësi dhe na ka detyruar të bëjmë be që nuk i kemi bërë gjë, për ndryshe na e keni hakun ju, na thot. Faktikisht ne si familje jemi të pastër dhe s'kemi bërë gjë dhe s'kemi pas të bëjmë fare. Mirë po ai na kërkon që ta bëjmë be në krujt e Sari Salsatiku. Ne e dim që kjo nuk lejohet, se është shirk Allahut, pa ai është i tillë. A lejo të bëjmë be për shpëtuar prej tij? Jo, nuk lejohet. Me shku ke Sari Salsatiku, me bë be atje lart, është shirk, del nga Islami. Pa i na akuzon, le të akuzoj. Ka argument, nxjerrë argumentet, ju çojnë gjykat, ju çojnë polici, ju çojnë prokurori. Ju do dilni nga feja e Allahut për të shpëtuar akuzave të dikujt? Ne po themi nuk shkon, nuk bën me shku, e jo më u betu. Shirku, idhujtaria nuk ka brirë. Këto janë format e idhujtarisë moderne. Çfarë moderne këto janë idhujtari para islamike? Shko me u betu ke varri, që të besojmë. Subhanallah. A kam bërë gjuna nëse kam marrë një shokun tim në xhami e i kam mësuar shahadetin, falet me mua, por nuk është akoma musliman. Po jo më çaj gjuna, ke se vap, bravo të qoftë, shumë mirë ke po. Pa i përdesa ka thonë shahadetin është musliman, mos e vrit mendin. Është musliman, përdesa ka thonë shahadetin, janë rregull. A duhet ta marr gjithmonë me merë se inshallah ta ngjoj në hutbë që ftjellohet. Inshallah, tani kështu që nuk ke gjuna, po ke sevap. Nuk ke gjuna, po ke sevap. Atëherë dhe kjo duket këtë dora. A quhet abdesi nëse kemi vendosur këna në dorë, si kjo në fotografi? Po, quhet. Sepse prek uji lëkurën. Kështu që abdesi është i saktë dhe gusli është i saktë. Familjarët e mi besojnë shumë në një teqe dhe për çdo gjë duhet t'i luten Zotit, t'i luten dhe teqes. Por unë a shpjegoj që e kanë gabim dhe prapë se kuptojnë. Madje, kur unë ju them që kjo nuk bën dhe s'ka asnjë lloj vlere, thonë mos, se do të zërin ndonjë e keqe, se do të bëj keq. Unë ju them, po kur është i mirë ai vetë, pse duhet bëj keq? Se duhet veproj? E rëndësishme, ne duhet punojmë me qetësi, me dashuri, me zgjuarsi, me njerëzit tanë që janë të sprovuar me idhujtarizma të tillë. Ne jetojmë në një vend që i ka të gjitha, i ka këtë, i ka atë, çfarë do të bëjmë? Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Sepse njerëzit kanë ndonjë idhujtari. Njerëzit besojnë fjalët, gojdhënat, se e shau njoni ngriu në vend, u paralizu, se ishte njoni që tanga i vdiq në vend, mua bete kështu.
Vërtetëna. O kemi fol ne për këto muhabet elhamdulillah deri tani na ka rujt Allahu, e ka për na rujt inshallah. Sepse si tha Ibrahimi alayhis salam, si ta të kem frikë ato gjëra që ju i keni kthyer në idhuj dhe ortak të Zotit. Ju si friksoni Zotit, e të kem frikun në idhujt që ju i keni bërë ortak të Zotit. Jo, po faktikisht ka ndodhur herë, po pastaj se ka ndodhur. Ka qenë caktuar për Zotit për të parë besimtarët e vërtetë dhe besimtarët e lëkundur. Po mund ndodhe në herë. Çfarë tha Ibrahimi alayhis salam? Illa ay yasha rabbi shay'a, vetëm po der Zoti. Po mund të ndodhi Zoti në atë moment sprovon. Xhenemi do të mushet apo do të ri bosh? Do të mushet. Me çfarë do të mushet? Me të tilla gjëra do të mushet. A nuk e ke gjurë një, ka dhonë prova, se thaj, atje në korë, se harrojete, kjo e imja tha është për gjithë, tha, është multifetare, tha, kjo e krynë punë gjithë dhe, s'do me e ditë që je, tha, që do që t'jesh këtu ke unë, tha, marën punë. Idhujtari, pasha Allah, shekullin 22 o vlla, bota të shkun honë, të shkun Mars, po munohet me ngrit kampe, jetesen Mars, në hone, ku t'i gjonë Jupiter, këto vlla, lame, varri, teqja, tyrbja, se të vrau, mos fol kundër, se të zemallkimi, se kanë vdek këta, o Zoti, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasha Allahun, këta njerëz nuk kanë kuptuar çdo të thot fjala la ilaha illallah. Po megjithatë ne duhet jemi shumë të qetë, shumë të dashur. O vllai, është baba jote, është nona jote, është vllai jote, është motra jote. A do me udhëzu? Po udhëzoje pra me të mirë. Me argumenta, po ja Zoti çfarë thot në Kur'an? Zoti çfarë thot në Kur'an? Po ja Zoti çfarë thot në Kur'an? Pa e besoni Kur'anin ju, po ja pa çfarë thot Zoti? Pa e besoni Kur'anin ju, po ja pa çfarë thot Zoti? Kapi me Kur'an. Këta njerëz e ke shumë kollaj me i kap me Kur'an, nuk ka metodë tjetër. Se më fol këty në për hadithin thotë, kanë pru arabt. Ku e dim ne kush i ka pru hadithet, kush i ka shpik hadithet? Kur'ani. E nëse këta të thonë, po jo, po Kur'ani. Qofsa i thotë, po Kur'ani, marroj historia. Duhet me i fol edhe herë për Zotin që ekziston, duhet me fol edhe herë për profetin alayhis salam që ka ekzistuar, e me i fol për Kur'anin pastaj. Kështu që me kujdes, me qetësi. Jam punë për turnit 3 dhe vaktin në sabat qëllon që vinë dhe klientët. Ka raste që më gjenë duke u farë dhe disa presin, disa jo. Mirë po, ka më rakë se mos vjedhin të një produkt. A lejo ta ndërpres namazin apo të vazhdoj ndërprit, lejo, tilla raste lejo. Ose fale namazin fillim kohës, do të thonë sa të hynë koha fikse kam për qëllim koha në vërtet, edhe fale. Po nëse qëllon që futet në klient apo diçka, që ti e sheh që ka diçka që shkon, mund ta ndërpresësh dhe e fillon namazin pastaj prap. E kem një debat për punën e votimeve me një shok këtu në Kosovë. Mos u merr me xhahilat dhe ignorantët. Shif se çfarë thon hoxhallarët për këtë çështje. Hoxha ku falesh dhe fal namazin dhe ti e referohesh për punët e fesë tënde, nëse thot lejon, bën, madje ndoshta dhe orienton se ku duhet ta hedhim votën ne si musliman, duhet bësh çfarë thot hoxha. Duhet bësh çfarë thot hoxha jot. Në mënyrë që mos qajsh nesër me orar, tush ora 4, pse? Po qajmë, pse? Se ja dham votën qafirit, apo ja dham votën xhahilit, apo ja dham votën hajdutit. Po kush ja dha pra, ti ja dhe? Apo ati që po në nëllon shamin, apo ati që po në fut politikat e atyre, se s'du t'i përmend në xhami. Atëherë, mos u anko, në qofë se ti rrin neglijent. S'do ti jesh neglijent. Ndërse këto që thonë bon kufre del prej feje, këta janë, si me thonë, një faqe e historisë e grisur, elhamdulillah,
që askush nuk e ka vënë veshin, falënderimi takon Allahut. Ulemat dhe dietarët e mëdhenj, këta njerëz i kanë hull në koshin e plerave të historisë. Kështu që mos harxhoni kohën duke i bind këta tek firsat, jo po bën shirkë, jo po bën kufër, se pa dhe vetë votën ti ai pastaj do të votojë, do të miratojë, do të shkojë. Thuaj këtyne siç ka thonë Allahu në Kur'an, wa idha khatabahumul jahilun qalu salam. Kur ju flasin ignorantët, thonë selam. Ky që po flet me ty për këtyne tekfirsave është dietar apo është mas, popull, xahil, selam. Se t'ishte dietar nuk do të fliste në këtë gjuhë. T'ishte dietar nuk do të fliste në këtë gjuhë. Minimalja ose maksimalja që është thënë lidhje me këtë temë është haram. Maksimalja që është thënë për këtë temë është haram. Jo po se ti po ja dhek, po sepse nuk funksionon. Nuk është kështu. Prandaj larg këtyre njerëzve që mashtrojnë. Larg këtyre njerëzve që mashtrojnë. Hoxh, kam një problem. Kur po nervezona, pra kur nervozohem, ka për qëllim, po shaj, pra shan, nervat i kam e të shame. Si ta largoj? Mos u nervozo. Mos kalon atë fazë. Pa te e di ke problemin. Kur nervozohem, shaj, mos u nervozo. Erdhi dikush tek pejgamberi sa të tha, o i dërguari i Allahut, më jepi porosi, këshill. Tha la taghdab, mos u nervozo. Mos u nxe. E ke përsërish lojën mos u nxe? Tha mos u nxe. Tha o pejgamberi i Zotit, më jepi këshill prap, tha mos u nxe. Tha o pejgamberi i Zotit, më jepi këshill prap, tha mos u nxe. Ka i transmetuar që ky u nxe. Tha o pejgamberi i Zotit, po duaj këshill, po tash pra tha mos u nxe. Se ti këtu e ke problemi, ke nxefmja. Për 3 herë more flak. Kështu që përderisa ti e ke gjetë problemin, gjysmën e ilaçit e paske në xhep. Mos u nervozo, mos u nxe, kujto porosin, mos u nxe. Kam një motër që i djeg koka. Çoje ke doktori, çoje në spital. Çfarë di bëj hoxha? Çoje në spital. Ose çoje për hixhame, ose çoje për rukje. Shtëpinë ku jetoj, më ndodh shpesh që dëgjoj shumë zhurma. Rukje, gjithë si shtëpi, knoni gjithë, xhymle. Hexhym, knoni si familje gjithë. Ose merrni në hoxh, t'ju knojnë ke shtëpia. Nëse s'keni mundësi këto të dyja, vendosni në shtëpi surën El-Bekare. Pa pushim, 24 orë. Derisa të mori kompjuteri flak, pastaj bleni kompjuter tjetër. A e prishin agjim pikat në sy, sepse unë kam problem me syt. Nuk e prishin, edhe nëse e ndjen shijen e ilaçit në fyt. Mendimi me i drejt dhe me i sakt. Sepse ka hyrë në trup, jo nga rrugët e të ushqyrit. Çfarë surësh të këndojmë në ujë për ta bërë atë ujë të kënduar për të pastruar shtëpinë nga prezencat e padukshme. Nga prezencat e padukshme. Po thuaj burr për të pastruar shtëpinë nga prezencat e padukshme. E rëndësishme çdo sure nga Kurani. Merri tas ujë, i kov ujë, knoj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir rahim. Çfarë surësh di nga Kurani? Fryn, ai quhet ujë i knum. A mund të shkurtojmë namazet në spital? Varet, nëse spitali është që ty të kap ligji i udhëtarit, po. Nëse spitali është në një njëjtin qytet, njët me shtëpinë tate për shembull, ti e ke shtëpinë ke spitali dhe je në spital. Nuk shkurtohen. Spitali është në një njëjtin qytet, nuk shkurtohen. Mund të bashkohen kur je i smur, po jo të shkurtohen. A ka problem që ose kemi ngrënë mish deri pa e ditur? Jo. Allahu e ka falë ummetin tim, Allahu ja ka falur pasuesve të mi, çdo gabim që e bëjnë pa dashje, ose me harres, ose të detyruar.
pa dashje, me harres, ose të detyruar. A është në një shenjë e keqe kur kërcasin dhëmbët në gjumë? Jo. S'ka lidhje fare me punë të fesë, është problem që duhet pa me doktorat. Stresit zero. A do vish të falësh në gjuman të tovë? Oh, pyetje. Inshallah, s'premtoj dot. Inshallah, ndoshta, Allahu ale. Boni dua. A është e vërtet që nusja nuk do të tregojë shtatzanin në muajin e parë, as të dytë se e marrin mësysh? Nein. S'ka lidhje, s'ka argument. Pa. Pse hoxhë nderuar nuk bën me i prej thojt natën? Se s'ka tru, pranaj. Edhe po pret gishtat. Në vend për pre thojnë pret gishtin. Pranaj. S'ka lidhje burr. Qa lidhje ka? Kushta që s'bën me i prej thojt natën? I Zot na fal. Kam bo namaz po tash, pra tani, s'po muj, nuk po mundem, dhe po mërzitem, ashtu ha? Kam falë thot, po tani s'po mundem, ama po mërzitem, ashtu. Po ne qatë bëjmë për shumë, të qajmë tani, me që na e dheti këtë lajmë. Fillar falu, që mos mërzitesh, filla falu, bismillah filla falu. Ej, Zoti më, nuk e kemi vajtim, nuk është ora e vajtimit, se e kemi në 4, orën e vajtimit e kemi në 4, jo tani, ke ngatru orarin. Këtu në Maqedin ka vdekur një grua në umre, po nuk ja sjellin trupin. Pse nuk ja sjellin? Inshallah, të japim numrin e ambasadës, ministria të interesohet me ministrinë atje, po unë jam moxha me të kalaj, o shok. Po di unë, pse se japin e japin. Më mirë të varroset të në qabe, të varroset Medine, kë shokët e pejgamberit alayhis salam. Mos dini ju që po të varroset aty që ju e fitot xhenetin, ama po të varroset në Beqi', për çdo një që varroset në Beqi' do të jem dëshmues dhe dëshmitar dhe ndërmjetësues për të ditën e Kiametit. Ka thonë pejgamberi, nuk ka thonë merak të madh këta, si s'po na e sjellin. A është e vërtet që kur vdes njeriu rrin në ajër, po, rrin në ajër. Rrin në ajër, të pa njerëzit. Kush ka ardhur ke shtëpia? Si qaga filoni. Ej, Zoti më. A është e vërtet që kur vdes njeriu rrin në ajër dhe nuk gjykohet, po lutet që të bëhet dita e Kiametit. Po. A i thotë, a hongra unë të hajnë dhe këto tjerët. Ej, Zoti më. A hongra unë thotë, a i vdi që unë, inshallah dezin gjithë. Ej, Zoti më. Kështu është kur shihni filma fantastiko shkencor shumë. Problem është. Ose kur shihni këto filmat që gjoja duan ta afrojnë se si del shpirti, çfarë bën shpirti, ka ca filma islamik që tregojnë si del shpirti, si i kap shpirti njerëzit, oba, ato të qaci për trupit. Ky oba, shko ke rrobat e veta si vesh dot, shko kënej, anej, gjitha nej. Tu pak shu filmash, tak. Ej, Zotin, la ilaha. Kur njeriu vdes, shpirtin e mojnë me lajket. Nësa është i mirë, ngjitet deri në qiellin e 7, thot me lajket, thot Zoti, shkruajeni emrin e robit tim në librin e Lijin dhe vendoseni shpirtin e tij në xhenet. U fut trupin në varr. Vjen shpirti, bëhen pyetjet, shkon shpirti në xhenet, varri kthehet në kopsht për kopsht xhenetit. Të keqit, del shpirti nga trupi, e morin me lajket. E ngjisin lart me çfarë? Pëlhura zjarri, këta me pëlhura xheneti, këta me pëlhura zjarri. E çojnë deri në qiell të parë. Sahabët as i der qielli, u varros në varr. I bëhen pyetjet, s'përgjigjet, shpirti shkon në xhenem, xhenemi derdhet në varr, i bëhet varri gropër xhenemit. Ai pari thot, o Zoti i madh, boje Kiametin sa më shpejt,
sepse shpirti është në xhenet, do të bashkohet me trupin siç jemi ne sot. Ndërsa ky tjetri thotë, o Zot, kur mos e bë kiametin o Zoti im, se e di se çfarë e pret kur të bashkohet me trupin. A lejohet me agjëru dhe fal namaz? A lejohet me agjëru dhe me fal namaz me thoj me gjel? Gjel ka për qëllim xhelin, po këta kanë çik problem me këto shkrimin. A lejohet pra me agjëru dhe me fal namaz kur i ke thojt me xhel? Ai nuk quhet xhel, po quhet manikyr. Nuk lejohet, sepse manikyri ndalon depërtimin e ujit e si pasoj s'pranohet abdesi. Po s'u pranohet abdesi, çfarë ndodh me namazin? S'pranohet as namazin. Kurse agjërimi është i rregullt, s'ka lidhje, agjërimi është i saktë. Çfarë do thotë të shikosh kiametin në gjumë? Unë nuk komentoj ëndra, por zakonisht shikimi i kiametit në gjumë apo në ngjarjeve të kiametit është një tregues që njeriu ka problem me namazin. Ose farzin që se fal, ose fal ndaj farzit si fal tjerat, ose me sunetet i ka pas fal dhe i kalon. Përgjithësi. Jetojmë 7-8 jetojmë jashtë në shtetet evropiane ku jetojmë njerëzit jetojnë me kamat. Si t'ja bëjmë ne muslimanët? E dua, me lutje, me dhikr. Çfarë më bë? Të bëjmë haram. Të shpallim luftë Zotit se jetojmë në Evropë. Jo më vëlla. Me halal. I kam bler vajzës një varse me emrin e Allahut. Alhamdulillah. Po mirë, kur do të futet në halet goca, çfarë do të bëj për shemb në banjo? Pse një burr musliman e pas ka kaq problem me marr një grua muslimane me fëmijë? Është shije kjo punë. Ku e di, unë do të me pyet atë burrin që ke ti këtë hallin tat. Ku e di, unë do të me pyet atë robin. Gjithse cili ka shijen e vet. Ai thot, unë pak hallë kam, ti hap dhe i hall tjetër vetes. Gjithse cili ka drejtën e vet, është e garantuar me kushtetut zgjedhja. Zgjedhja ti thot, nuk e du me fëmijë, po pse është kaq problem? Pyete. Po deshe t'japi mailin që ta pyesësh. Pse ka kaq problem? Kam një komshie që ka shumë ased, zili, sa të mbyt me energji negative. Fal namaz, bëj dhikrin e mëngjesit, dhikrin e darkës, dhikrin para gjumit, thuaj 100 herë mjesht, la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahi alladhi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Dil me bismillah do të kthehet asedi në zemër dhe në gjoks asaj. Po orarin e Ramazanit ne këtu në Belgjik, ku ta gjejmë? Shkoni ke xhamia të tjera por filozofi e madhe. Ku ta gjejmë? Ke banka. Ke Western Union i gjeni. Shko ke xhamia, e merr ke xhamia, ose futu tek aplikacioni. Si e fal namazin sot ti për shembull? Nëse ndoshta s'fal namaz fare. Futu tek një aplikacion për namazin, futu tek islamicfinder.org, www.islamicfinder.org. Edhe e gjen aty inshallah. Am lejohet me shku në haxh me një grup me gra shoqe se unë s'kam as djalë dhe burrë s'vjen. Lejohet. Kur ka një grup femrash që lëvizin të gjitha për haxh dhe lëvizja është e sigurt pa probleme, lejohet në mendimin më të saktë të dietarëve të Islamit. Si bëhet njëti për duan e Jasinit? Nuk ekziston në Islam duaja e Jasinit, nuk ekziston. Po në libra kam pas mësuar, nuk ekziston. Nuk ekziston në Islam një gjë e tillë. Burri më shan dhe më ofendon me të pa drejtë dhe më vendos epitetet të shëmtuar në sy të fëmijës. Si të veproj? Subhanallah. Unë mendoj që këtë çështje duhet me çu tek prindërit e tuaj, që të morin situatën në kontroll, në dorë. Çfarë do të bësh?
Fol me prindrit e tuaj, fol me prindrit e burrit që të stopohet kjo lloj gjendje. Pastaj, nëse ai vazhdon këtë sjellje kafshërore, atëherë me Islam dhe me fe ty të lejohet kërkosh divorcin ose duro. Do me duru Zoti ta shpërblet. Amo ke Zoti ty të lejohet me kërku divorcin nëse ky ka sjellje të tilla kafshërore. Unë dua të jap diçka për sevap, por gruaja nuk më lën. Si i bëhet? Mirë ta bën vallaj. Asa mirë ta bëka për Zotin. Shumë mirë ta bën. Po pse më valla, ç'është ky muhabet? S'mle gruaja thot. Pse e keni kështu ju me guvernatori? S'janë rregull, janë letu njerëzit, pashallah. A hajnë kërmillat, është e lejuar pra, lejon, kërmillat lejon, mendimi më të saktë të dietarëve. Unë nuk e haj dot, por lejohen. A mund t'i lajmë dhëmbët në Ramazan? Good job, idea. Shumë mirë. Ju thoni që thojt e vënd si për thojve tonë nuk lejohen sepse abdesi nuk vlen. Atëherë pse ju thoni që lejohet me i vesh dhëmbët me kapsula zirkoni për shembull, ndërkohë që uji nuk depërton në dhëmbë. Të falë Zoti ën e dhëmbit e ke bërë fiks. Sepse në sheriat nuk ka thonë lani dhëmbët, po ka thënë lani gojën. Nuk ka thënë dhëmbët, po ka thënë gojën. Pa që s'ka dhomë, si merr abdes për shembull. Hej, Zoti i madh, elhamdulillah. Nëse e bën umrën para haxhit, a duhet të mbajmë Ramazan? Okay. Stakfirullah. Okay. Kuptova gjë tjetër. Nëse e bën umrën para haxhit, a duhet të mbajmë Ramazan? Pra, është një lloj haxhi, se Ramazan është gabim. Është gabim, duhet të thotë duhet të mbajmë agjërim. Po këto i thonë Ramazan çdo lloj agjërimi. Ta agjëru për shembull tonë tete. Çfarë do bëjmë të mbajmë Ramazan sot, para të mbajmë agjërim? Haxhi është tre llojesh. Haxh vetëm. Haxh dhe umre bashk. E bën umrën, nuk e heq rrobat e ihramit deri në haxh. Këtu ka kurban, s'ka agjërim. Haxh që bën umrën, heq rrobat e ihramit, vesh rrobat e zakonshme, rriqetësohesh, falesh në Qabe e ku dëgjon etj etj, ditën e haxhit vesh prap rrobat e ihramit. Ky quhet umre, pushim, haxh. Në këtë rast personi obligohet njërin prej dy gjërave, ose të bëj një kurban atje dhe mbaroj historia, ose të agjëroj atje 3 ditë dhe 7 ditë kur të kthehet. Në ka ndruar jetë një afërmi jonë në Korrik dhe tash pra tani në 10 orë isha tek varri, kishin mbi 2 si pemë. Shkuli, me që janë të rejat njoma, shkuli. Edhe je okej. Si që ndronë situata në Islam për personat me aftësit kufizuara, i përshtatet si pas mundësive që a i ka. Këta njerëz kanë trajtim të veçantë, pra nuk ngarkohen si njerëzit le të themi me aftësi të plota, po i përshtaten gjërat. I përshtaten ke agjërimi, i përshtaten ke namazi, i përshtaten ke abdesi, etj etj. Pra shkur duhet me pyet se si tua sjellim normativat fetare. Çfarë ndodh nëse dikush e lëndon një person kaq keq shumë sa që mundet që ai tjetri të marrë depresion? T'ja kthej dhe ai, siç e shau ky, t'ja kthej edhe ky, që mos kalojnë depresion, t'i kthehet depresioni këtij të parit. Ama në po çfarë muhabetesh? Jam një besimtar, po më vjen mendime të këqija, sa po e përmendëm më lart, që s'ka
dert, mos u streso se s'ka problem. A mundem ta lexoj Kur'anin në gjuhën shqipe, po nuk lexohet tjetër soi, si ta kuptosh Kur'anin? Shqipra duhet ta lexosh. Si ta lexosh? A, nëse do me lexu për sevapin 11 arabisht, ama nëse do me lexu me kuptu çka ka thonë Zoti, patjetër që do ta lexosh shqip. Pyetje pa vend fare. A lejohet me lexu Kur'anin shqip? Po si ta lexosh italisht? Suedisht? A ka ndonjë dua që mos shpenzojmë shumë lek? Martohemi i korçare edhe bjerë rehat. Ti rregullon e hesabet. Tak, bjerë në Terezi. Pa çfarë dua jo burr? Njeriu ecën me vizion dhe me plan. Si tha Zoti në Kur'an, as mos e shtrinj, as mos e shtrëngo. Që një rrugë të mesme, ka gjëra që janë domosdoshme, ka gjëra që janë të nevojshme dhe ka gjëra që janë komoditete. Çfarë është e domosdoshme realizoje, çfarë është e nevojshme bëje, çfarë është komoditet, mos e tepro. Thot populli, bleje organin sa ke këmbët, në mënyrë që mos i strish këmbët sa ke organin. Kur të shohësh në ëndër pllumat e bardhë, çfarë do të thonë? Do thotë se të kanë hik pllumat. Do thotë se të kanë hik pllumat, dil mjest. Dil mjest edhe mlidhi pllumat se të kanë hik. Unë nuk komentoj ëndra, kështu që kjo ishte shaka. Nëse gjatë abdesit kur e duke larë për shembull këmbët dhe të vjen dyshimi që hundën nuk e ke larë, po s'ka gjë, futja hundës edhe e në rregull. I thithja ujë, se më të na e këpusi dikush. Se këto qafirat çfarë s'bëjnë. Sa e që shet dikush që ka blerë në një robë ose një plaç të re, më ndodh një problem familje. Boj këto që tham ne pak më përpara. Kemi thonë sa gjona më përpara, boj ato edhe je në rregull. A lejohet që motrat i bëj hall vllajt të vdekur? Jo, hallva nuk ekziston në asnjë literaturë islame. Se kush na e ka fut këtë hallvën në traditën islame, Allahu e falt. Nëse ajo është e shishme të kënaq shpirtin, po nuk ekziston. A Xhakadri? O xhallarët e kanë qefë se thonë është kaldrom i xhenetit. Tha pse hani ka shumë hallvën, i tha hallva është kaldrom i xhenetit. Gjithë xheneti është bar i shëllik, kurse kaldromi është hallva. Kështu që e hajmë në këtë botë që kur shkojmë në ahiret, na shkeli komën kaldrom. Ustallar, mashallah, kanë qenë të zgjut. Është një shtëpi me qera, po në atë shtëpi ka ndodhur një vrasje më përpara. A mund ta marrim atë shtëpi me qera? Po, s'ka asnjë problem. S'ka lidhje fare. Ne nuk i shohim këto gjëra fare. Unë agjoj të hëndet e një të aquet dhe për Ramazan, që s'kemi agjurur, kemi qenë të vogla, jo, s'ka lidhje fare. Agjërat të hëndet e në rregull. Kur kemi qenë të vogla, s'kemi agjuru, s'ka lidhje fare. Kësheka e bukur. Unë e shoh vjerën në ëndër dhe sa herë e shoh zihemi në ëndër. Në fakt kur ka qenë gjallë kemi bashkuar shumë mirë. Ëndër për shejtanin. Ëndër nga shejtani. Po gjen vezë ku do në shtëpi, mrena jashtë në gjithandej. Po ne kemi thonë edhe herë tjera, veni kamera, shifni kush i sjell këto vezë.
veni kamera, shifni kush i sjell. Duhet të ketë një përgjigje kjo punë. Nëse veza shfaqet pa e sjell dikush, atëherë kjo tregon se është magji. Jam një motër nga Shkupi, i fali 5 kohë namaz, por tani jam me 2 goca, s'muj me fal namazin. Jo, s'është arsye kjo. Ti pse je me 2 goca, duhet të shtosh namazet. Nga 5 të falsh synetet, të falsh namaz natet, bësh namaz duhaje. Ka thonë Zoti 2 drita. E ketë sigurur xhenetin dhe ke shpëtuar nga xhenemi. Ti thu s'falem dot. Zoti ti ka thonë për ta falendëruar, jo për ta mohu. Zoti ti ka thonë për të qenë mirënjohës ndaj ti, jo për të treguar mos mirënjohëse. Çfarë duhet bëjmë ne që kemi 10 për shembull? Ne duhet lejmë në Ramazanin. Zoti më. Kam gjetë në derë të burgut i thonë depos, se mos kujtoni burg, katonaria e Shqipnisë mesme, ke dera burgut ka për qëllim depon. Ha? Ose kur rrin delet, lop. Kam gjetë tot ke dera e burgut miell pupla zorr dhe këmbë kokë të gjitha në një grop të mbuluara. Duket si magji, se po t'ishin ashtu më thush i ka pruna i qenë, ose në shqarth, ose në qelbs. Po kur janë dhe të fut me ngrop, nuk është shije e mirë. Me që të atë mberi futin ujtë knum, përzi aty, lej cako, hudhuj uthull, lej cako aty, ujtin pastaj derë dhe pastaj nizi zjarë të madhë, futi gjitha këto zjarë, derisa të bëhen hi, derisa të shkrumbohen. A mund ta bëj një varse me foto të prindërve të vdekur? Jo, se largohen me lajket. Jo. A lejohet mu martu ku jemi kumari? Lejohet. S'ka lidhje. Në Islami nuk e një fare termin e kumbarizmit. Islami nuk e një fare termin e kumbarizmit. Nuk ka kumbarizm në Islam. Kështu që lejohet me u martu. Dëgjimi i Kuranit nëpërmjet telefonit, a ka të njëjtën vlerë si leximi i tij? Jo, ka shpërblim kur dëgjon Kuran, po jo si leximi. Leximi është 1 me 10. Kam një vajzë të vogël, po ajo trembet shumë kur të shtit ose kollitet. Po normale, se s'kan gjune e kalamoni shkret. Trembet. Kur kollit, trembet. Fillon qanë ose kur të shtit. Elhamdulillah. Njerëzit e shtëpisë nuk mblen të falen. Nëse i rritur në mosh, madhor, që ke mundësi të jetosh në vete, dil në vete. Edhe ato rehatohen, edhe ti rehatohesh. A pranon namazi xhumas nëse e nxen hoxhën, pra e arrin hoxhën në mes të hutbes? Pranohet inshallah.